në moshën 7 vjeçare, pa pritur mbeta vetëm, e maj men enda atë shtrat ftoft spitalit. Shtriesha aty e vogël e heshtur, duke u dridhur. 2 muj rresht as një zan që më thoshte jam këtu. Vetëm ajo ndjesi duhet jesh tash e fort, të funksionosh, të mos biesh në sy, dhe pikrish këtë bera ajo vajza mirë, ajo që kur nuk shqetëson, ajo që bën gjithçka siç duhet, ajo që harron veten, vetëm që askush të mos largohet. Vite më vonë, në heshtin e një meditimi, ajo u kthye, voglushja Valentina, 7 vjeç e vetme, dhe me pyeti pse nuk më ke parë kur. Atëherë kuptova, nuk e kisha mbajtur kur veten. Vetëm isha përpjekur të fitoja dashuri përmes suksesit, përmes përshtatjes. Nëse sot je dikush që jep gjithmonë më shumë se ç'mundet, ndalu për një moment. Ndoshta po përpiqesh përmbushësh një boshllëk të vjetër, por ti nuk je më fëmijë. Sot ke drejt të zgjedhësh veten. Dhe kjo nuk është egoizëm, kjo është shërim.